Vazhdojmë. Pse heshtin institucionet shtetërore të Kosovës, policia, prokuroria, qeverit, partit, mu më duke se është heshtje e motivume në fakt nga pozita neokoloniale që ka Kosova në raport me faktorën ndërkombëtar. Kjo është katastrofë. Martesa e dytë Kosovë, martesa e dytë në Kosovë, me ligjet Kosovës është ndalume. Është ndalume. Apo më kuptoni, nuk mundet një njeri me një kuror mi pas 2 gra. Unë da këmë do në lojme një pari, a jeti tretësuja nësa nuk ka të bëjmë me martesën, me shumë gra. E keni qartë, nuk ka poligamin kuran. Nuk ka. Apo më kuptoni dhe ju këmë kalëzu si surja e vetme e Kuranit, është surja obligative, është surja 24, surja e dritës, dhe institucionet e Kosovës nuk respektojnë kushtetutën e Kosovës, që Kosova është shtet laik, por ne asnjëherë nuk e kemi sulmu shtetin e Kosovës, ne kemi pa elemente të imponimit prej pavedijes duke pratiku fejnë e turkët dhe përsëri nuk kemi reagu. Dhe nuk kemi për çka me reagu, se dim se programimi është shumë i rëndë, shumë i thellë. Kështu që ne i respektojmë institucionet e Kosovës, me 6 maj si vjet në manifestimin e Gjergj Kastriotit organizu Biko dhe disa elemente nga institucionet e Kosovës, ne i prish manifestimin e Gjergj Kastriotit. Skënderbet duke vendu shatorin aty para bustit Gjergj Kastriotit dhe çka është akoma më e keqe, duke keqpërdor autoritetin e Saudis, si Saudia me fenë e Molla Naimit dhe të Molla Milazimit ka lau moti hesab.